Te pyetja juaj sa mund të ndikojnë mësimet fetare në të menduarit kritik, unë personalisht e shoh si një mundësi të mirë që nxënësit të përgatiten për jetë, por edhe të kenë një background, të kenë një mundësi të filtrimit të sjelljeve të tyre, qofshin ato në shoqëri, pra sjelljet sociale apo edhe personale. Unë mendoj që mësimet fetare të gjitha feve monoteiste, pra që folëm deri më tash, janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe e plotësojnë atë laramanin dhe diversitetin e shkallësive që fëmijëve do t'ju duhen për jetë. Mendoj se përpos ndikimeve tjera pozitive, kisha ndalë edhe tek luftimi i radikalizmit përmes këtyre mësimeve, për shkak se siç thotë edhe një fjalë e urtë popullore, nëse nuk e edukon fëmijën vet, atë do ta edukoj rruga. Prandaj edhe në këtë kontekst mendoj që është e udhës të theksohet që nëse ne e zvarrisim dhe e lëm pa u implementuar këto mësime, qofshin në formën që u përmend këto si mësimet për religionin apo mësim besimi, ku të gjitha fetë monoteiste në këtë rast, pra do të kenë të ndara, për mua kjo nuk është edhe parsore se në cilën formë do të implementohet, por të fillohet të implementohet dhe për diskutim do shta është mirë të përmendet që projektet e tilla pilotohen dhe shihet se cila formë po del më suksesshme. Unë edhe në fillim e përmenda rastin e Austrisë, ku pra nxënësit edhe pse janë pakic, parafërsisht sa janë edhe aq në përqindje në popullsinë e Austrisë, si musliman janë, do të thotë, të lirë që ta zgjedhin mësim besimin sipas mësimeve të fesë islame, por që katolikët dhe protestantët gjithashtu kanë të drejtën. Po në anën tjetër, nëse ekzistojnë edhe të tjerët të cilët nuk do ta preferonin që të mësonin do të thotë në prizmin e këtyre feve, ata e kanë mësimin etik, do të lëndën fetare etika, e cila e trajton sjelljen në shoqëri dhe problematikën thot nga një prizëm më i gjerë dhe më neutral. Pra, mendoj që nuk do duhej të ishte diskutimi të jesh apo të mos jesh,